Programi I simpoziumit shkencor për rastin e 50 vjetorit të kalimit në përjetësi të nacionalistit Abbas Kupi. Federata për Shqiptar Amerikës Vatar në përkujdesjen veçantë familjes patriotike Kupit do të organizojnë më 10 janar në Queens në New York simpoziumin shkencor me rastin e 50 vjetorit kalimit në përjetësi të nacionalistit të shquar Major Abbas Kupi. Simpoziumi shkencor fillon në orën 11 dhe në orën 1 zhvillohet ceremonia vendosjes kurorave me lule pranë varrit të nacionalistit Abbas Kupi. Ftohet komuniteti shqiptar të marrë pjesë në adresën në Maple Grove Cemetery në Kew Gardens Road në Kew Gardens, New York. Programi Sokol Kupi, fjalë mirëseardhje, Dr. Emni Berisha, fjalë përshëndetje, Profesor Nikola Pano, fjalë përshëndetje, Eugen Melika, Abbas Kupi, një figurë qendrore e mbretërisë shqiptare, Frank Shkreli, Abbas Kupi, keq trajtuar nga historia shqiptare, Jack John Lekaj, domosdoshmëria e kthimit të heshtarëve të Abbas Kupit në Shqipëri, Profesor Dr. Orland Gjini, Abbas Kupi dhe lufta antifashiste në Shqipëri, Profesor Dr. Fezullah Berisha, Abbas Kupi, rishkrimi I historisë dhe vendosja në kujtesën kombëtare, Profesor Asistent Dr. Bernard Zotaj, Abbas Kupi, vendi dhe roli I tij në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë, Profesor Asistent Dr. Gëzim Mustafaj, Abbas Kupi si udhëheqës ushtarak I çështjeve kombëtare, Dr. Paulin Marku, aktiviteti politik I Abbas Kupit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rafael Floqi, Abbas Kupi, legaliteti dhe operacioni Gifind, një pasqyrë historike dhe kritike, Sokol Paja, ceremoniali përkujtimor I Abbas Kupit në faqet e gazetës Dielli.